Të nderuar futbollist të vegjël, të nderuar trajner, të nderuar prindër të fëmijëve, të pranishëm, mirë se erdhët në këtë ambient të bukur në Arbanas, në turneun Teuta Cup 2025. Një duar trokitje për organizimin e turneut. E posaçërisht tani ftojmë organizatorin kryesor të këtij turneu, drejtorin e shkollës së futbollit Teuta, që ta marrë fjalën, t'ju përshëndes dhe ta bëj të hapin e turneut. Përshëndetje të gjithëve. Faleminderit që keni marrë pjesë në turneun Teuta Cup. Faleminderit shumë. Fillojmë. Me mirënjohje. Atëherë do të kisha dashur edhe një duar trokitje për këta voglush, të cilët i quaj kështu: asat e së ardhmes lindin në xhirin e së sotmes. Janë 26 ekipe që do të marrin pjesë sot për grupmoshat U7 dhe U9 dhe do të zhvillohen ndeshjet në 4 fusha. Nuk mbetet tjetër veç se t'ju dëshiroj lojëra sa më të mira, argëtim të këndshëm dhe ta kaloni sa më mirë në këtë ambient të bukur. Kemi edhe 5 gjyqtarë që do të kujdesen për drejtsinë, janë Nehat Karanja, Muhamet Berisha, Donat Pulaj, Samuel Munega dhe Ylka Shala. Dhe tani do të shohim, të gjithë do të shohim në fushë. Një përshëndetje të veçantë për mysafirët tanë, vëllezërit nga Shqipëria, nga Dajti, që kanë ardhur ta nderojnë këtë turne dhe urojmë që të kalojnë qaste sa më të mira, sa më të këndshme këtu në Kosovë. Po ashtu në këtë turne na ka nderuar edhe një ekip nga Shkupi, gjithashtu një duar trokitje edhe për vëllezërit tanë nga Shkupi. Fillimisht ndahen mirënjohjet për gjyqtarët. Samuel Monega. Gani Vehabi. Ylka Shala. Gjithnjë më shumë femrat për na bëhen gjyqtare, tani do t'jenë gjyqtare kryesore, jo vetëm anësore. Donat Pulej. Nehat Karanja. Tani do ndahen një mirënjohjet për ata që kanë mbështetur këtë turne, për sponsorët e këtij turneu, Arta Kafe, Krushë e Madhe. Ftojmë përfaqësuesin e ndërmarrjes Arta Kafe. Autoservis Gjeti, përfaqësuesi i Autoservis Gjeti. Ftojmë Arafat Regjepin nga Krusha e Madhe. Arafat Regjepi. Përfaqësuesin e kompanisë Drita Travel, Krusha e Madhe. Ftojmë një përfaqësues, një njeri të palodhur që bën incizimin e të gjitha ndeshjeve, përfaqësuesin e 029 Sport, Julian Hoxhën, punëtorin e palodhshëm gjithmonë në fusha. Edhe pak qase do të ndahen mirënjohjet për ekipet pjesëmarrëse, pastaj do të vazhdojmë poshtë ndoshta. Ftojmë përfaqësuesin e ekipit Top Futboll nga Prishtina. Top Futbollit. Përfaqësuesi i ekipit Top Futboll nga Prishtina. Ftojmë përfaqësuesin e klubit të futbollit Mati nga Prishtina. Ftojmë përfaqësuesin e Atletik Klub. Përfaqësuesin e klubit të futbollit Atletik Klub. Perizaj.
Ftojmë përfaqësuesin e klubit të futbollit Topi Art. Ftojmë përfaqësuesin e shkollës së futbollit Y05 Ferizaj. Y05 Ferizaj. Ftojmë përfaqësuesin e klubit të futbollit Drenoci nga Rahovesi. Ftojmë përfaqësuesin e klubit të futbollit Letaj Gjakov. Ftojmë përfaqësuesin e klubit të futbollit Winner nga Prizreni. Radhën e kanë përfaqësuesit e klubit të futbollit Yjet e Gjakovës Gjakov. Ftojmë përfaqësuesin e shkollës së futbollit Masterball Mitrovic. Ftojmë përfaqësuesin e ekipit Dream Team nga Prizreni. Ftojmë përfaqësuesin e shkollës së futbollit Suareka nga Suareka. Ftojmë përfaqësuesin e FC Fortuna nga Shkupi. Ftojmë përfaqësuesin e shkollës së futbollit Almatin nga Kaçaniku. Ftojmë përfaqësuesin e klubit të futbollit Vizioni nga Ferizaj. Ftojmë përfaqësuesin nga AF Dajti Tiranë. Ftojmë përfaqësuesin e shkollës së futbollit Arasta nga Prizreni. Yjet e Gjakovës Mati, në fushën 2 Fortuna Letaj, grup mosha U7. Suksese dhe aktim të këndshëm në lojën e futbollit. Për grup moshën U9, në fushën numër 1 Dajti të Uta, edhe në fushën 2 Yjet e Gjakovës Top Futbollit.
Ensan musuh. One side yok still for Julio. Ensan. 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 Musuh good.
O, mos të silla ty, o Liar! O, ti Liar, ej! Hec me për para! Shko vish njoni, ore, veç pak! Reko! Hajde Liar i jutja! Gjuj! O, gjuj mirë bre Liar, vish me gjuj me qëllu gollën, ej! Jutja gjes! Dhe zakonisht në fund të turneut shpallen edhe fituesit, fillimisht individet më të dalluar dhe sipas komisionit fillimisht shpallet portieri më i mirë dhe epiteti i portierit më të mirë të këtij turneu për grup moshën U7 vjeçare i takon Mars Shalës. Urime Mars. Ndërsa futbollisti më i dalluar i këtij turneu që shpresojmë të bëhet ose si Messi ose si Ronaldo është Kron Hajdari. Kroni, se cili futbollist ke dëshirë të bësh? Si Messi apo Ronaldo? Messi. Hajde urime. Ndërsa tani ndajmë kupën për vendin e dytë të këtij turneu. 1-1. Adam, ti i ndonë për ekipin e parë, medalje. Adam, ti medalje dhe vend parë. Ilmi. Shko ati atke. Ilmi, kupën e dhe në vendit parë. Kupën në vendit dytë, kupën në vendit parë. Urime dhe ftojmë tani kapitenin e ekipit për vendin e dytë që të marrë kupën dhe urime vendi i dytë. Top futbolli vendi i dytë. Ndërsa tani do të fillojmë me vendin e parë. Dhe në vendin e parë të këtij turneu vjen ekipi Dream Team. Një duar trokitje të fuqishme për kampionët e këtij turneu. Edhe futbollisti i shquar Orlando Ulaku i ndan medaljet për futbollistët e ardhshëm. Jo, Këta. Ilmia është ishë. Manuel e futbollit, ne. Jo. Qysh më resh? Hajde me veteran. Mos më në futbollit. Orlando sapo e ka karrierën fantastike para vetes. Kështu që shpresoj të bëhet një futbollist i dalluar.
Në në fund për trajnerin. Ish futbollist. Dhe tani radha për kapitenin e skuadrës Dream Team të marrë kupën e titullit të kampionit të këtij turneu. Vendi i parë, një duar trokitje për ekipin kampion U7 Dream Team. Dhe tani edhe një moment tjetër i gëzimit i ndarjes së shpërblimeve për grup moshat U9 vjeçare. Edhe tu një duar trokitje për lojrat ferë dhe korrekte të këtyre talenteve të futbollit kosovar, shqiptar dhe në përgjithësi. Edhe në këtë grup mosh do të ndahen shpërblimet së pari për individet më të dalluar dhe shkoj me portierin më të mirë të këtij turneu për grup moshën U9 vjeç është portieri Mateo Gjypi nga Shkolla e Futbollit Dajti. Urime për Mateon, ndërsa epiteti i futbollistit më të dalluar të grup mosha U9 vjeçar i takon Orges Ratkocerit, talentit të futbollit. Urime Orges. Bravo Orgesi, bravo Orgesi. Edhe këtu fillimisht do ndahen së pari medaljet për vendin e dytë e pastaj për vendin e parë. Vendi i dytë në këtë turnej vjen për klubin e futbollit Dajti nga Tirana. Një duar trokitje për tiransat. Medaljet po i ndan talenti i futbollit Orlan Duhlaku. Ftojmë edhe përfaqësuesin apo kapitenin e ekipit të Dajtit të vi të marrë edhe kupën e nën kampionit të këtij turneu. Dhe me duar trokitje përshëndesim ekipin Dajti për këtë sukses në këtë turnej. Ndërsa tani do ndahen medaljet për vendin e parë dhe titullin kampion të këtij turneu shkon për klubin Atletik Klubi. Dy trokitje për kampionët e këtij turneu, për fituesit. Ilmi nesër në gjysë, apo Ilmi? Nesër në gjysë. Po trajner. Ftojmë edhe kapitenin e skuadrës, trajnerët të vi të marrë medaljen, trajneri i Atletik Klubit. Fiton trajneri medaljen dhe kapitenin e skuadrës Atletik Klub të vi të marrë kupën e fituesit të turneut. Me duar trokitje për ekipin fitues Shkolla Futbollit Atletik Klub.